Nga vendi i mbajtjes së kongreseve të Partisë Komuniste, sot Pallati i Koncerteve është transformuar në një qendër të pritjes së mediave të huaja. Rreth 500 gazetar të huaj kanë raportuar për vizitën e Papa Franceskut në shumë vende të botës, por cilat janë përshtypjet e tyre për Shqipërinë dhe shqiptarët, ndryshimet e viteve të fundit si dhe bashkëjetesa që mbizotëron midis feve. Iskra Koroveshkopsa, një gazetare e ardhur nga Maqedonia për të raportuar vizitën e Papës, shprehet se është shumë e veçantë që njerëz të feve të ndryshme të rrinë bashkë në shesh për të pritur atin e shenjtë, një impresion ky i ndar edhe prej gazetarëve Eusebio Valmitiavia nga gazeta La Vanguardia de Barcelona nga Spanja, Bruno Rigi Wright nga Italia si dhe gazetare amerikane që udhëton gjithandej me Papën. I think it's again a historical moment because Ardha e Papës është një moment historik, pasi në një vend ka njerëz të feve të ndryshme dhe ata rrin bashkë pas një problem apo mosmarrveshje. Barierat midis muslimanëve e të krishterëve nuk ekzistojnë. Musulmani, kristiani, tutti. Të gjithë musliman të krishterë ishin të lumtur për vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri. Të gjithë e kanë mirë pritur vizitën e tij. Është diçka pozitive për këtë vend. Bellissimo, sono stata mezz'ora a parlare con le persone fuori. Pritja e Papës ishte shumë miqësore dhe e bukur dhe me njerëz të qeshur. Të gjithë ishin bashkë pavarësisht bindjeve. Besoj se vizita e Papës do t'jap një kontribut të madh këtij vendi dhe do të vendos dialog mes besimeve fetare për të garantuar një të ardhme më pozitive me më shumë siguri për të gjithë. Në studiot e improvizuara, gazetarë të ardhur nga shumë vende të botës vlerësuan zhvillimin e vendit tonë duke premtuar se do të rikthehen përsëri për të shfrytëzuar bukuritë natyrore. Ndërkohë që nuk ka mbetur pa u vënë re dhe mikpritja e shqiptarëve për Papën, një vlerë kjo e njohur ndër shekuj. Well, this is the second time I'm in Tirana. Hera e dytë që vi në Shqipëri dhe ajo që vëre është një zhvillim i vrullshëm vitet e fundit. Shqiptarët janë më të lirë për të thënë atë çfarë mendojnë. È un paese che sta cambiando con grande rapidità. Është një vend që po ndryshon në mënyrë të vrullshme. Është një shtet i ri që do të marrë në dorë të ardhmen e vendit. Mikpritja ishte shumë e mirë. Papa Francesco është mikpritur shumë mirë nga çdo vend i botës ku ka udhëtuar. Në Shqipëri kemi parë shumë njerëz që kanë udhëtuar për të qenë këtu. Madje shumë prej tyre janë mbledhur që nga mbrëmja e dieshme për të parë meshën. Duket që ka një ndjesi pozitive. Jo më kot Papa Francesco zgjodhi Shqipërinë si model për shtetet e tjera. L'Albania mi ha sorpreso veramente positivamente, almeno Tirana che Shqipëria më ka habitur pozitivisht, të paktën Tirana që është shumë moderne, shumë jetë në rrugë, shumë biznese. Më duket një shtet që ka ndryshuar shumë këto 20 vite, sepse unë po mendoja për një Shqipëri në kohën e diktaturës. Është hera e parë, por nuk do të jetë e fundit. Do të kthehem në Shqipëri për të vizituar plazhin dhe malet. Është një vend që duhet vizituar. Vengo dagli Stati Uniti, però lavoro al Vaticano. Unë vi nga Amerika dhe me sa arrita të shoh, Shqipëria është e bukur. Ngjan me Italinë, për sa i përket terrenit apo shtëpive, është e bukur dhe më vjen keq që po rri kaq pak. Vizita e Papa Franceskut ka bërë që Shqipëria të përqendrohet në sytë të gjithë botës, kjo fal pasqyrimit mediatik minutë pas minute të vizitës së atit të shenjtë.